Përshëndetje të dashur mirë mikesha, mirë se erdhët përsëri në kanalin tim. Sot doja t'u tregoja se si do të bëjmë këto mbacet e gjilpërave. Si që shikoni, kjo ka dalë pak kështu, po është me kapak të normal, dhe kjo thjesht thjesht pa kapak. Në qoftë se unë do bëj këtë, por në qoftë se ju doni për shembull që mos ju çpohet se gjilpërat zakonisht dalin këti nga poshtë, mund t'i bëni këtë kapakun, që t'jeni dhe të mbrojtur, me pak kola. Në rregull, po t'rregoj që në fillim që kush dëshiron ta bëj në fund mbasi kemi mbaruar. Atëherë, materialet që na duhen janë një copë, një gjilpër me pedyshe, pra një gjilpër me pedysh, të jetë peju dysh. E mora jeshile, që të shikohet se çfarë jemi duke bërë. Pra prandaj mora jeshile, të na shikohet çfarë jemi duke bërë. Do të përdor këtë që është pak më gjatë. Na duhet gjithashtu edhe një kops, edhe më kryesorja, pambuku. Ky do të bëjmë. Atëherë, pikë pare, çfarë duhet bëjmë? Kemi një copë, çfarë doshme. Në qoftë se ju dëshironi që t'ju mprehen gjilpërat kur i merrni, brenda mos i futni pambuku, mund t'i futni nga i hekuri që lani enët, që sa herë merrni gjilpërat të mprehen. Ky është një këshill për roba qepse, si t'i mbajmë gjithmonë gjilpërat të prehura. Atëherë marrim të copën, e bëjmë në katërsh, edhe do ta presim në mënyrë rrethore. Në rregull? Pra në mënyrë rrethore, mund ta bëjmë edhe kështu, që kjo pjesa këtu na duhet, që të jetë e barabartë kudo, domethënë. Këtë pjesën e heqim. Dhe siç e shikoni, pak a shumë doli në mënyrë rrethore. I rrumbullakohen pak më shumë se pak anët. Që na dalin në mënyrë rrethore. Tani çfarë do bëjmë? Do marrim, siç e thamë, gjilpërën me pedysh. Do bëjmë një kombo në fund. Po e bëra të gjitha anët. Tani, që të shikoni, duke qenë se po mbaron edhe peri, ka ardhur vetë ashtu si e donim. Pra këtë duam të bëjmë tani. Mbajmë kështu edhe të rreqim. Që na bëhet një dhe nga ana tjetër që na bëhet si një tip rrethi. Pra të ky rezultat donim të arrinim. Para të rreqim deri aty ku duam. Tani mirë është të marrim edhe pambukun, që të rregullohemi. Edhe futim brenda pambukun. Kështu. Duhet jetë mirë, pra si puna kësaj, shikon se kam bërë roshit e ndosur. E ta mbajmë këtu që ta kemi parasysh çfarë më duke bërë. Dhe jam që jam, e fut këtu që mos më hike. Pra si që shikoni, kjo ishte pak më e madhe kjo që bëra. Tani do ta mbush kështu. Si e mbushëm mirë me pambuk. Të fjen që kemi lënë këtu që se kemi hequr akoma, e të rreqim shumë. E të rreqim derisa na bëhet kështu. Shikoni? Të rreqim. Edhe i qepim.
duke i qepur dhe të rreqim gjithmonë. Ja, pra i qepim kështu. S'ka nevojë të jemi shumë të përpik, dhe kjo na mbrapa dërit. Nuk na prit ndonjë punë, nga përpara duhet të jetë mos ketë rrulla, domethënë. Tani ju po të doni, e mbaroni gjithë për siguri e qepni mirë. Tani që mos ta mërim shumë, po të doni mund ta mbani edhe kështu. Dhe ja shikoj si futen gjelbëra. Nuk ka ndonjë gjë. Ko? Futen gjelbërat, nuk është se nuk futen. Po duke qenë se kërkesa ishte ta bëjmë siç e kemi parë tek, siç është kjo imja, pra me lule. E nxjerrim këtë këtu te mesi. Edhe marrim të kopshën që është tu. Dhe futem të mesi. Edhe e qepim këtu dhe nxjerrim nga poshtë. Nga poshtë. Pra e bëjmë shumë. E futim prapë këtu. Pra do bëjmë do bëj këtë punë derisa ta fiksoj mirë kopsën. Në rregull? Shikoni, e fiksova, e tani duhet të bëjmë petalet e lule. Si i bëjmë? I bëjmë kështu. Mund ta bëni me sa petal, duhet të keni kujdes nga që është kështu, është e fortë, ja kështu i bëjmë petalet e lule. Mund të jemi edhe një herë tjetër që të jemi të sigurt. Këto petalet mund të kishim bërë më përpara dhe pastaj kishim vënë kopsën. Ja, kështu bëhet. Do bëjmë edhe tjetrën. Vazhdojmë me petalin tjetër. Duhet na dalë këtu afër. Duhet na dalë afër kopsës. Është pak larg. Ja, afër kopsës. Edhe futim këtu. E nxjerrim prapë këtu. Ja, kështu do vazhdojmë në gjithë mënyrat. Kështu. I bëjmë dhe një herë tjetër për të rënë, për të qenë të sigurt që nuk do na ikë fija. Në rregull, do ta mbaroj dhe ta tregoj përfundimin. Ja, kjo është edhe përfundimi mbajtjes së gjelbërave. Në qoftë se jeni të interesuar se si ta bëjmë kështu, do t'ja tregoj herën tjetër, pra te tutoriali tjetër si ta bëjmë që ta mbajmë edhe te dora. Te kemi gjelbërat dhe të bëjmë kështu. Në rregull, tani nuk qëndron, pra çfarë të bëjmë që të qëndrojë. Nëse do ta keni zgjidhur dhe vetë, po ju them se çfarë është tutoriali tjetër. Ju pafshim.